Përsëri nga fusha e kulturës, gur që s'ka shtërim është historia e kombit dhe e kombësisë sonë. Këtë mesazh përcjell dhe libri Malësia dhe fiset e saj, promovimi i cilit u bë këto ditë. Tom Therçaj. Shoqëria Letrare Jehona në një nga sallat e gjimnazit të Tuzit në Maltëzi organizoi promovimin e librit Malësia dhe fiset e saj të autorit Lulashnika Palushaj. U të buan në këtë veprimtari intelektual, studiues, gazetar, krijues e dashamirës të fjalës e të penës nga të gjitha trevat e Malësisë së përtej kufirit. Merrin pjesë gjithashtu edhe studiues e botues nga Shqipëria. Të pranishmeve uroj mirëseardhjen profesor Rokgjola, i cili ftoi studiuesit të rrahin mendime rreth këtij libri të ri. Pastaj profesor Francamaj, gazetari i programit të gjuhës shqipe në Radion e Malit të Zi, mbajti kumtesën vështrim kritik mbi librin Malësia dhe fiset e saj. Autori u shpreh ai ka arritur qëllimit të hartojë një histori përshkruese me kërkesa të unisuara tërësore për malësinë e madhe, këtë trev të lashtë e zëmadhe në historinë e kombit të etnisë shqiptare. Në diskutime morën pjesë edhe doktor Vinko Malaj, profesor Gjergj Gjoka e tjerë, të cilët u shprehen se hulumtimi disa vjeçar i autorit në trevën e malësisë vjen i plot tek libri që kemi në duar. Gjithashtu mbajti një kumtesë edhe doktor Hamid Boriqi, i cili tha se libri Historia Malësisë dhe fiseve të saj dëshmon për një punë të gjatë, këmbgulse e pasionante të autorit Lulashnika Palushaj, i cili paraqitet lexuesit me një vizion të gjerë për jetën, punët, hallet e teorinë e zhvillimit të malësisë e malësorëve në formën e shënimeve historike. Gazetari Franokulli në emër të entit botues u shpreh se tek vlerësimet që u bën këtij libri, gjithsesi gjejmë edhe veten tonë. Në fund foli edhe autori, i cili u shprehu mirënjohje diskutantëve për konsideratat e larta dhe falenderoi shoqërinë Letrare Jehona dhe firmën Nera me president Mark Lekoçaj që sponsorizoi këtë veprimtari promovuese.